disa kemi këtu në treva tona që do thënë nuk besojmë në këto fjalë të juaja hoxhallarëve, xhin, sehire, nuk besojmë këto punë. Thot na sillni argumente që ka xhin dhe ka sehir. نبدأ بسؤال الأول مع الأسف الشديد. يعني السؤال عن هل الجن موجودين أو لا؟ نعم. طبعا لابد عند الكلام أن تكون هناك قاعدة. Do çdo debat që bëhet duhet ndërtohet mbi parime të shëndosha dhe të sakta. Nëse flasim për ekzistimin e gjinëve, detyrimisht duhet të pohojmë se gjithë fetë qiellore, edhe ato fetë njerëzore, konfirmojnë ekzistimin e gjinëve. Normalisht edhe feja islame është një fe e cila konfirmon ekzistimin e gjinëve. Madje edhe budizmi e konfirmon, do thotë që ka botë domosdoshmë metafizike, botë e gjinëve. والذي خلقنا المولى سبحانه وتعالى Allahu krijuesi on në librin e tij e ka treguar qartë se ka krijuar edhe gjin si krijesa dhe argumentet fetare, ajetet kuranore që askush për njerëzve nuk mund të bjerë ajete të tilla, argumente të tilla, ato pohojnë do thotë padyshim ekzistimin e gjinëve. Kurani fisnik tregon se ata neve na shohin, kurse ne nuk kena mundësi të shohim ata. Nëse dikush në këtë situatë insiston me kërku argument për neve se ekzistojnë gjinët, i theme na argumentoj ekzistimin e ajrit, që as nuk e shef, domethënë as nuk e nuhat. Ashtu sikur se s'mund është me argumentu ajrin, ai ekziston, ashtu edhe puna e gjinëve nuk mund të argumentohet fizikisht edhe pse ata ekzistojnë. Ashtu sikur se një inxhinier nuk ka drejt të ndërhyjë një mjeku në punët e veta dhe t'i tregon atyre se si bëhet domethënë trajtimi i smurve, edhe kundërta, ashtu sikur se një mjek nuk ka drejt me ndërhyjë një inxhinierit në punët e veta, ashtu edhe në këtë lëmi, do thotë ai që s'ka dije, s'ka përvojë nuk mundet me ndërhyjë karshi atij i cili ka argumente fetare dhe argumente nga përvoja për ekzistimin e tyre. Andaj edhe tek hebrejët, edhe tek krishterët, edhe tek muslimanët, edhe tek budistat, edhe tek hindusët, këtë këta do thotë e konfirmojnë ekzistimin e gjinëve dhe sa ata jetojnë në mesin tonë dhe andaj nuk ka hapësirë për ta kundërshtuar dhe për ta refuzuar një fakt të tillë.